Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më përzemërta qofshin mbi fulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Ku lutim madhruarin Allah të na bëjë për tyre të nderuar vëllezër dhe motra. U ndalëm në javën e kaluar pas trajtimit të temës së shembujve të vllazërisë që profeti sallallahu alaihi wasallam ose pasojat e vllazërisë i profetit alaihi salam vllazëroi midis muhaxhirëve dhe ansarëve. Sonte ndalemi me një tjetër temë shumë të rëndësishme, dhe nëse Zoti na japi ymër do të jemi për disa javë me radhë me të. Ajo që quhet ndryshe Wathiqatul Medina apo Sahifatul Medina. Legjislacioni ose kushtetuta e profetit alaihi salam. Kushtetuta që profeti alayhi salam në nënshkroi me të instaluar në Medinë. Kjo kushtetut ose që është e vërtetë domethënë ishte thjesht një letër, një komunikat për cilët në librat e historisë islame në versione të ndryshme. Pra pjesë të saj e gjejmë në librat e suneteve të profetit alayhis salam, si Sahihu Muslimit, Sahihu Buhariut, pjesë të saj, dhe pjesë të tjera i gjejmë në libra të tjerë të cilët nuk kanë këtë grad saktësie dhe pranueshmërie në shkencat islame. Pra nuk është e gjitha në të njëjtin nivel. Jo e gjitha ajo domethënë është në të njëjtin nivel. Ndaj dhe ka prej historianëve dhe dietarëve të cilët e kanë mohuar diçka të tillë nga profeti alayhis salam, por ç'është e vërteta, historianët e hershëm të gjithë e kanë pranuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam pra përballej me sfida të mëdha. Dhe një sfidë shumë kryesore ishte dhe përzierja e popullsisë, e popullatës. Kemi Mekas, që kanë emigruar domethënë në drejtim të Medinës, ku dhe Mekasit vetë nuk janë në të njëjtin nivel, sepse ka prej tyre të cilët vinë nga grada e skllavërisë, ka prej tyre të cilët vinë nga gradat e fisnikëve ose niveli i fisnikëve. Kemi Medinas të cilët kanë pranuar Islamin, Medinas të cilët nuk kanë pranuar Islamin. Kemi hebrejt të cilët janë vendas në Medinë. E kam përmendur edhe herë tjera dhe ripërsëris sërish. Çfarë kërkonin hebrejt në ato treva? Sepse hebrejt, që është e vërteta, nuk kanë banuar kurrë në ato treva. Pra kanë emigruar drejt atyre trevave. Pra kurrë nuk kanë banuar. Çfarë kërkonin hebrejt? Në librat e ndryshme ose versionet e tyre të ndryshme të Talmudit, gjendej dhe një verset ose një citat që thonte: "Dhe jepini për të pirë ujë të ardhurit të Tihames." Medinaja dhe për rreth saj është quajtur domethënë ose është njohur para ardhjes së profetit alayhis salam si zona e Tihames, që në fillimin e këtij cikli ligjëratësh e kemi përmendur këtë pjesën e Tihames. Dhe hebrejt gjenin të shënuar se profeti i fundit emigron drejt Tihames, drejt Medinës. Dhe shkuan, u instaluan në këtë zonë ku ndërtuan dhe po e quajnë ndërtuan pusin më të madh, sepse e kam thënë edhe herë të tjera që jo gjithmonë pusi është ai nocioni që ne kuptojmë. Ka raste kur pusi domethënë është diçka tjetër, tip rezervuari që grumbullojnë ujin aty dhe ndërtuan pusin më të madh në ato treva, nuk njihnin pus më të madh. Vetëm për të pritur profetin alayhis salam. Mirë, kur ky i fundit u shfaq në Medinë dhe ata u prezantuan me të, pra e panë se kush është, çfarë thanë? Armiqësi deri në fund, sepse nuk ishte profeti që ata prisnin. Cili ishte profeti që kërkonin hebrejt? Hebrejt kërkonin një profet të pushtetshëm. Kërkonin një profet pareli dhe të pushtetshëm. Dhe kështu do t'i afrohenin pushtetit, jo profetit. Dhe kur panë që i dërguari i fundit nuk ishte në këtë grad dhe nuk ishte në këtë përshkrim të tyrin, domethënë jo përshkrim, po kriter të tyrin, atëherë thënë, çfarë na duhet ne me këtë? Pra trim tani ta ndihmoj
që ky të triumfojë, e donin të triumfuar. Ndaj dhe prej tyre kush i shfaqi armiqësi, prej tyre kush u pajtua me të dërguarin e Zotit, po jo me fenë e tij. Dhe ata ishin fiset bollshme në Medinë, dhe para mbërritjes së profetit në Medinë, ata kishin synuar që të merrnin dhe parinë e vendit. Bota arabe, asaj kohe, gjiri persik, nuk njihte shtet. Pra nuk kishte koncept shteti, kishte koncept fisesh, kishin një organizime mes fisesh. Pra Meka për shembull nuk kishte një të parë që të merrnin fjalën e tij, por kishin një diskutim të hapur mes fisesh. Dhe fisi që ishte më i madh ishte fisi i Kurejshve. Fisi i Kurejshve kishte 14 deg ose 14 nënfise. Normalisht kishte edhe fise të tjera. Po flas ky që ishte si fisi më i madh. Dhe nuk njihte Meka një të parë. Domethënë, ne dëgjojmë jo Ebu Xehli, jo Ebu Sufjani, jo ky, jo ai, asnjëri nuk ishte i pari i Mekës. Ose me titullin domethënë mbret i cili do të ketë vezir, pra kishin poste, pozita të cilat i ushtronin në heshtje të paemërtuara. Por kështu ishte edhe pjesa tjetër e vendit, si Medine, por Medine e ndryshe nga Meka, Meka gëzonte një lloj stabiliteti të brendshëm, një lloj uniteti, ndërsa Medina që është e vërteta nuk ishte e tillë. Medina kishte edhe përçarje, kishte edhe luftra mes fisesh. Dhe normalisht pra fisi Aus dhe fisi Khazraj, që ishin dy fiset më të mëdha, ishin në luftë me njëri tjetrin. Allahu i begatoi që të dy këto fise pranuan Islamin dhe u bën mbështetësit më të mëdhenj të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, para kësaj hebrejt, të cilët edhe nxisnin këto revolta ose këto sherrë dhe konflikte, i nxisnin sepse kërkonin domethënë të merrnin parinë e vendit aty. Kërkonin të merrnin parinë e vendit aty. Me mbërritjen e profetit alayhis salam në Medinë, një koncept i tillë u shua. Automatikisht i dërguari i Zotit alayhis salam emrohet ose i miratuar prej tyre dhe mbret i vendit. I miratuar si mbret i vendit. Të gjendur në këtë pozitë, pra profeti alayhis salam përballet me sprovat e para që ishin të shumta, kemi folur për disa prej tyre. Ku folëm në herën e kaluar, pikërisht u ndalëm tek ehlu suffe ose banorët e qendrës sociale në xhami, ndërsa sot një tjetër problematike të dërguarit të Zotit ishte përzierja e shumt, pra njerëz të ndryshëm, të cilët vinin me një kulturë, sepse shteti në vetvete kërkon një kulturë. Vinin nga një kulturë, cila ishte kultura e tyre, kulturë fisnore. Çfarë do thotë kulturë fisnore? Do thënë me të parin e fisit, por tjetri për ty konsiderohej huaj. Tjetri konsiderohej huaj. Dhe kush do të ishte sfida e profetit alayhis salam, si do të mund të bashkëjetonin këta njerëz me njëri tjetrin. Dhe për këtë lindi nevoja dhe domosdoshmëria që i dërguari i Zotit alayhis salam të nënshkruaj apo të shpall një kushtetut paraprake. Një kushtetut e cila kishte disa pika kryesore, të cilat mbrojnë të drejtën e njeriut, mbrojnë të drejtën e nderit, flasin rreth nocionit shtet, domosdoshmërisë së shtetit, institucionalizimit dhe kështu me radhë, sikur se do t'i vrejmë me radhën. E para gjë e këtyre ishte koncepti komb. Pra deri në atë ditë, po flas paktën tek arabët, nuk ishte koncepti komb, ummet, nuk ishte. Ndërsa profeti alayhis salam e nisi, domethënë, nenin e tij të parë të kësaj kushtetute, duke shkruar, kjo është ajo çfarë nënshkruan Muhamedi, profeti i Zotit, si vijon. Thotë para, al-mu'minuna ummatun wahidatun min dunin nas. Ata besimtarët janë ummet. Janë ummet, një komb. I ardhuri i tyre, emigranti i tyre, vendaliu dhe ata të gjithë tjerë të cilët i bashkohen këtij ummeti.
Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet pikërisht për ummetin, për kombin, ku thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju ishit kombi më i mirë i dalë në faqe të dheut për njerëzit. Shiko se si e fillon Zoti i gjithësisë për këto kriteret e kombit. Ta'muruna bil ma'ruf, urdhroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe më pas thot: "Wa tu'minuna billah." Dhe besoni në Allahun. Si ka mundësi që nuk e fillon Zoti me besoni në Allahun, urdhroni për të mirë, ndaloni nga e keqja. Sepse është duke na treguar nderuarit e mi se këtë urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja këtë e bën në emër të kujt? Në emër të Allahut. E gjitha duhet veprohet në emër të Allahut. Ndaj kemi rastin e sahabiut të nderuar Xhabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, i cili thot i kemi dhënë besën profetit alayhis salam. Do të flasim edhe për besatimet e të dërguarit Zotit. Ka disa, ka për tyre të cilët kanë qenë në Mekë që ne kemi përmendur si në Akabën e parë, në Akabën e dytë. Ka besatime të cilat do të merren në Medinë dhe kështu me radhë. Në jetën e dërguarit Zotit ka beslidhje, domethënë, i jepet besa. Dhe një ndër këto pikat që ata jepnin besën ose kërkohej besa nga ana e dërguarit Zotit ishte edhe an-nasiha, të jeni të çiltër. Të jeni të çiltër. Xhabir ibn Abdullah al-Bajali kur kontaktonte me dikën në tregti, pra kishte komunikim tregtie, pra interes material, thonë ndryshe. Në ty tregoj një shembull, më kujtuar rastësisht tani. Xhabir ibn Abdullah al-Bajali dërgon një shërtorin e vet ose një punojësin e vet për shitur një kal. I thotë shkon në treg dhe shite këtë kal. Normalisht kur njeriu kërkon të shesi me çmimin më të mirë të mundshëm. Dhe i thot mështeria atje në treg, sa dëshiron të shesësh, ose sa e ka çmimin kali. I thot kali ka çmimin kaq. Pra kërkoi hakun, po ishte diçka çmimi i lartë. Ai thot në një pazar tjetër. S'ka thot pazar tjetër, më kalin e ketë mirë, shife, provoje, ku ta di unë. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo pazar tjetër, jo stër pazar tjetër. Thot Allah, thot, më puq me pronarin, mult me pronarin, për të flasi herë vetë me të. Dakor, ti e punëtor, ose ti e shitës, të kalon një çmim, po nuk është se ke në interes, ose të prish në i punë, nëse unë do më thënë, kontaktoj me pronarin, dhe i kërkoj edhe pronarit një çmim tjetër, bëj pazar me të. E çon tek pronari, tek Xhabir ibn Abdullah al-Bajali, dhe nis dhe i flet që sa e ka çmimin, thot kali, thot siç e kalon shitsi, domethënë siç e ka vu çmimin shitsi. Dhe thotë ja kishte vu çmimin 800 monedha të kohës. Le të themi ne për shembull 800 euro, supozoj. I thotë ai, po mirë, thot. Më tregoi drejt me mua. Sa bën ky kal me pas për ta marrë ti? 500, thot. Po mirë, po pse s'më shet 500? Merre, thot, pra 500. Kur edhe e shiti, domethënë. Kur e shiti, i thot punojësi, thot, o zotni, po më theti mu që shite kalin me 800, po të thash. Po pse i thej ati që kali bën 500? Shkodha, kur desha të shes, do të thënë që njeriu mund të vendosi dhe çmim më të lartë nga ç'është i bind, për shembull. Këtë tregon kjo. Për ndoshta për ty nuk vlen më shumë se aq, po nuk do të thotë kjo se ti nuk e shet më shumë se sa aq. Lejohet kjo gjë në Islam. Tha kur desha ta shes me çmimin që dëshiroja unë. Kurse ai tha më pyeti dhe kërkoi që të jemi sinqert me të, dhe ne i kemi dhënë besën pejgamberit alayhis salam se do të jemi të çiltër me njerëzit. Ndaj dhe më kërkoi, domethënë që sa bën kali, sa e vlerëson ti, unë kaq sa e vlerësoja kalin. Nuk është se e vlerësoja më shumë se sa kaq. Pra shikoni se çfarë koncepti kishin nderuarit e mi në lidhje me këtë çiltërsinë që kërkon Allahu subhanahu wa taala për robërve. Pra, gjëja e parë të cilën e bëri i dërguari i Zotit alayhis salam ishte ndërtimi i themelit të një shoqërie moderne
një shoqëri komb tashmë. Sepse imagjino, shiko, ne domethënë me rënien e komunizmit, pra kemi thuajse 35 vite që komunizmi ka rënë në vendin tonë, po flas, dhe emigrimi i njerëzve drejt kryeqytetit që ka ardhur nga të gjitha viset, dhe pas 35 viteve sërish domethënë kemi atë ndarjen vendali apo jarë. Nuk po kalojnë në emërtime të tjera pastaj që kemi ne, se kjo tregon domethënë kulturën e dobët që kemi. Tregon edukatën e dobët që kemi në sharjen e njëri tjetrit ose në ofendimin e njëri tjetrit. Kjo tregon kulturën e dobët, edukatën e dobët. Po duhet të them që në 35 vite i njëjti komb, e njëjta racë, por që vijnë nga zona të ndryshme dhe ti ndjen ndasit. Sepse Zoti xhelal xhelalu në Kur'anin e tij famlar thotë: "Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Ne thot ju ndam ju në popuj e në fise. Në popuj e në fise që ju të keni një lloj njohje, prezantimi, qoftë dhe ndasie me njëri tjetrin, po jo ndasie e cila të ndan ty në të drejtat që ti ofrosh njëri tjetrit, po një ndasi kulturore. Pra, veriu i Shqipërisë për shembull ka një kulturë tjetër, jugu një kulturë tjetër, Shqipëria e mesme një tjetër kulturë, viset e tjera shqiptare dhe ato kultura të ndryshme. Këto kultura, ku qëndron Islami në to? Islami qëndron domethënë që për sa kohë nuk cënohet besimi, nuk cënohet feja, kulturat janë tuaja. Që secili e din vetë se si e ka ato trashëgimin kulturore dhe se si e ndërton ato. Me kush që mos bjerë ndesh me fenë Allahu subhanahu wa taala. Pra, ne ju ndam ju në popull e në fise që ju të njiheni. Kush është qëllimi i të njiheni? Qëllimi të njiheni që të ketë edhe jeta të ketë çik bukuri. Se a e shikoni drejt çfarë gjëje po shkon bota sot? Bota është drejt një globalizimi. Jeta e një llojit kudo që të shkosh. Pra po tentohet kjo dhe nuk po tentohet sot, kjo ka dekada që po tentohet diçka e tillë. Po tentohet një lloj unifikimi i mënyrës së jetesës. Pra ndërtimi i një sistemi të tillë ku ti mos ndjesh asnjë ndryshim. Si ishe në Shqipëri, si shkove në Afrikë, si shkove në Amerikë, ti je e njëjta mënyrë jetese. Kjo ka të mirat, por ka të këqijat e veta. Dhe një prej të këqijave domethënë është fakti që ti nuk i ndjen një lloj bukurie, domethënë shkosh tani tu udhëtosh drejt një vendi tjetër, dhe ku jeta është e njëjtë, nuk ndryshon asgjë. Çfarë të mbetet ty të bësh aty? Vetëm të shohësh druët e pemët e atij vendi, se gjë tjetër nuk të mbetet ty më pa. Ndërsa bukuria e jetës njerëzore është se si e ndërtojnë jetën, domethënë popujt e ndryshëm. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, për të mos cënuar jetën e askujt, për të mos cënuar fenë e askujt, për të mos cënuar besimin e askujt, por për të kërkuar ndërtimin e një shteti, themeloi pra dhe vuri bazën e parë që muslimanët, besimtarët, qofshin ata muhaxhir, emigrant, qofshin ata vendas të Medinës, dhe ata të cilët i bashkohen atyre në të mirë e në të keq, janë një komb dhe janë një ummet. Janë një komb. Pra vuri dashurinë e fesë mbi gjithçka. Dhe ata të cilët u bashkohen atyre, të cilët nuk kanë të njëjtin besim me ta, por kanë zgjedhur që pushteti dhe organizimi i jetës të bëhet pikërisht. Pra janë leqe peqe dhe ndryshe, domethënë që pushteti i organizimit të jetës do të bëhet nga institucioni i fe. Atëherë çfarë do të ndodhi? Do të vazhdojmë të jemi në të njëjtën formë. Edhe këta do të jenë pjesë e jona. Do të kenë të drejtën e plotë të ushtrojnë fenë dhe besimin e tyre në hapësirat publike, duke u përmbajtur domethënë gjithmonë që kushtetuta e cila organizon jetën qoftë në mënyrën e gjykimit dhe në format e tjera do të jetë kushtetuta islame, ndërsa pjesa e besimit, gjithsej i cili është i lirë tek besimi i tij. Në këtë formë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam pra garantoi bashkëjetesën midis njerëzve. Shpesh nderuarit e mi dëgjojmë termin bashkëjetesë fetare.
çfarë do të thotë bashkëjetesë fetare. Nuk po them çfarë synohet sot me bashkëjetesën fetare, por duhet të them se çfarë duhet të jetë bashkëjetesa fetare. Bashkëjetesa fetare do të thotë që një musliman të jetojë përbri një X besimi tjetër, cili do qofte ai, s'ka rëndësi se kujt besimi i përket, duke respektuar tjetrin, duke jetuar ky si musliman, por jo duke lëshuar në fenë e tij. Dëgjon sot për shkelje. Pra, për shembull po themi, një muslimane martohet me një musliman në emër të bashkëjetesës fetare. Tu nuk ka bashkëjetesë fetare. Kjo quhet ignorancë fetare pastaj. Përse? Sepse u shkel parimi i fesë. Parimi i fesë tu të nderuarit e mi ishte që të ish, domethënë që muslimania nuk i lejohet të martohet vetëm se me musliman. Dhe kështu duhet ta respektosh dhe ta jetosh ti këtë. Pjesa tjetër se kë mund të kesh komshi dhe kush jeton aty me ty, nuk përbën asnjë problem. Pra bashkëjetesë fetare do të thotë që fetë dhe besimtarët e feve të ndryshme të jetojnë në të njëjtën bashkësi, në të njëjtin vend, duke jetuar fenë e tyre në liri të plotë, duke mos e cënuar tjetrin. Nuk tham domethënë që ti ta pranosh tani tjetrin. Ai besimi tjetër cili do qoftë ai, ti për të, ti si musliman, ti nuk je besimtar, sepse ai besimtar konsideron dikë tjetër që ka parime të tjera. Dhe ai për ty nuk duhet të konsiderohet një person besimtar, domethënë besimi të cilin e garanton feja jonë. Por duhet të eci me faktin që Zoti thot në Kur'anin e tij famuljar, "Lakum dinukum waliya din." Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time. La ikraha fi din. Nuk ka imponim dhun të fesë. Pra gjithë secili zgjedh sipas bindjes dhe dëshirës së tij. Kjo bindje dhe dëshira në rastin konkret nuk do të thotë domethënë se ne pajtohemi me tjetrin. Jo më zotni, ne domethënë pajtohemi me tjetrin në faktin që respektojmë tjetrin, ne respektojmë të drejtat e njerëzve. Që është e drejtë e gjithë secilit të ketë besimin e tij. Ama ne nuk do t'i çojmë njerëzit në xhennet, në emër të tolerancës fetare. Allahu është i gjithëmshirshëm, është falës, është mëshirues, por profeti alayhi salatu wasalam thotë: "La yasma'u bi min yahudin aw nasranin thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar." Nuk njihet me mua, domethënë nuk dëgjon për mua dhe nuk prezantohet me emrin tim ndonjë krishter apo hebre dhe më pas nuk beson, vetëm se zjarri i xhehenemit është fundi i tij. Kështu themi ne. Besimi jonë është që Isa alayhis salam është robi i Allahut. Është profeti i Zotit si gjithë profetët e tjerë. E zgjodhi Zoti dhe e veçoi me mrekulli të caktuara me patjetër, si çdo profet ka patur mrekulli të tija. I dha Allahu dhe i shpalli Allahu librin si disa profetë të cilët kanë patur libra dhe shpallje, ndërsa për pjesën tjetër të gjithë profetët janë vëllezër, të gjithë kanë ftuar në monoteizëm, të gjithë kanë ftuar në besim. Dhe si thot profeti alayhis salam, sikur Musa i të ishte gjallë, nuk do të kishte rrugë tjetër vetëm se të më pasonte thot mua. Ky është besimi jonë. Në këtë ne nuk tolerojmë. Dhe ndryshe ne nuk themi, nuk kërkojmë afrimitetin e dikujt, dashamirësinë e dikujt, mbi dashurinë dhe zemrimin e Allahut. Pra, profeti alayhis salam mundi t'i bashkojë njerëzit të jetojnë në të njëjtin kom, në të njëjtin vatan, e realizoi diçka të tillë, ama ai hebreu jetoi si hebre. Ai medinasi që nuk dëshironte ta pranonte Islamin, domethënë ai jetoi në besimin e tij. Muslimani do të jetojë domethënë në besimin e vet. Elusim Allahun xhelal xhelalu zot na falën na mëshiron na bëjë sot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam.
Na bëj jetën të lehtë dhe na mundëso Zot ta vëmë atë në shërbim për fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem me ty e madhnueshmi Allah për gjithë pranishmit dhe të gjithë ato të cilët i kanë për zemër, Zot mos u ler hall e breng pa zgjedh, mos u ler lutje pa i dhënë përgjigje, Zoti i gjithësisë mos lër të mur pa e shëruar, të brengosur për e larguar streset e brengat. Zot na furnizo për halal dhe na bëj për dashamirësve të tij. Na largo prej haramit dhe na bëj për atyre që i qëndrojnë larg atij, ndihmoj vëllezërve dhe motrave tona anë mban botës, veçanërisht atyre të Gazës, të Palestinës, ku do derdhet gjaku i muslimanit, ku do të rrezohet siguria e muslimanit. Amin Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.